Sot i bëjmë thirrje Kuvendit Kosovës që ndjek rrugën ligjore të konstituimit dhe vendimin e parë që ta merr shkarkimin e këtij bordit pa përgjegjshëm dhe të paligjshëm. Siç e kemi nisur bashkë rrugtimin, bashkë do ta përfundojmë. Shumë shpejt, ditët e fitorit janë afër. Qeveritar, ta kanë 3.000 euro rrugën, a 4.000, ku e di? Ne kemi dikon 300 euro, 400. Nëse dikush ka pagu deri tash 20 euro, 30 euro, tash kam i pagu 50, 60, 70. Jemi mbledhur sot në protestën e tretë për ta kundërshtuar vendimin e rregullatorit të energjisë, këtë vendim arbitrar i cili i varfron qytetarët, bizneset dhe i bjen në rrugë, i lën njerëzit pa punë e ne na vështirëson mirëqenien ekonomike. Ky vendim është pa e marrë për bazë asnjë koment, asnjë konsult, asnjë rekomandim. Përfshi pa e marrë për bazë komentet e presidentës, të avokatit të popullit, të Ministrisë e Ekonomisë edhe që kanë qenë tepër të varfëra, të oda ekonomike, të OJQ-ve, të bizneseve dhe të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Por a e dini propozimet dhe komentet e kuja i kanë marrë për bazë? I kanë marrë të kedësit dhe të mafisë energjetike, sepse ata nuk e përfaqësojnë interesin publik, ata nuk i përfaqësojnë institucionet e Republikës së Kosovës dhe nuk na përfaqësojnë ne. Andaj kërkojmë shkarkim. Sot i bëjmë thirrje Kuvendit Kosovës që ndjek rrugën ligjore të konstituimit dhe vendimin e parë që ta merr shkarkimin e këtij bordit pa përgjegjshëm dhe të paligjshëm dhe të mbrojë një bord të përgjegjshëm me njerëz që përfaqësojnë publikën dhe republikën dhe vendimi i parë i tyre tjetë anulimi i këtij vendimi të paligjshëm. Mos u dorëzoni, mos e humbi besimin, ata po dojnë të na dorëzojnë, duke thënë që ju nuk jeni shumë, por ne jemi shumë sepse jemi prej fillimit bashkë. Misioni është i qartë, qëndrimi është i qartë deri në fund. Siç e kemi nisur bashkë rrugtimin, bashkë do ta përfundojmë. Shumë shpejt, ditët e fitorit janë afër. Po presim që edhe gjykata, siç e potencoi Aliu, shumë shpejt ta rrëzojë këtë vendim. Populli është vujt, ama unë që kem gjitha të rruga, se unë për vetë kam 100 euro që s'kom punu, qeveritar. Ta kanë 3.000 euro rrugën, a 4.000, ku e di? Ne kemi dikon 300 euro, 400, 500, jo, edhe që është me i përballu. Unë e pëshon një absurd shumë të madhë, zemër. Ku mi marë të pare mi adhonë. Na edhe që tash, me që të qmem që i kem, me që të penzione që i kem, mi cipja dalim në fund. Jo tash, që ose dikush ka pagu dhe tash 20 euro, 30 euro, tash kam i pagu 50, 60, 70. Mos bisedojmë për një familje që e ka përcen blok tarifën. Blok tarifa nuk ka shans teorike, qaj që ka 100 lavatrice, 100 tenve, një bojler, nuk ka shans teorike me kalu me 800 kW.